Klasat e nënta të shkollave fillore që gravitojnë në komunën e Tearcës gjatë kësaj fundjave kanë mbrëmjen e semimaturës. Kjo paraqet një rast të mirë për të bërë bilansin e vitit shkollor që po lëm pas dhe për t'u përgatitur për sfidat e reja që presin këto shkolla fillore në vitin e ri shkollor 2026-2027. Janë 275 nxënës nga komuna e Tearcës që kanë kryer arsimin fillor. Komuna e Tearcës ka 275 nxënës, të cilët kanë kryer klasën e 9 dhe sonde shkojnë në mbrëmjet maturës, një pjesë shkojnë në Slatin dhe pjesa tjetër shkojnë në Rasht. Por në vazhdesipër është dhe procesi i regjistrimit në klasë të parë për filloristët që gravitojnë në komunën e Tearcës. 175 nxënës janë paraqitur deri sot. Është rritja minimale për vitin shkollor 2026, ende presëm edhe një 5-6 ditë çoma do të vijë edhe të një, gjithmonë të fillim me formimin e paraleleve në klasë parë. Në territorin e komunës së Tearcës funksionojnë 2 shkolla fillore qendrore, shkolla fillore komunale Faik Konica në fshatin Dobrosht dhe shkolla fillore komunale Kiril Pejqinović në fshatin Tearc. Përveç këtyre 2 shkollave qendrore, janë dhe disa shkolla rajonale paralele të ndara në fshatrat e komunës si Neproshten, Leshk, Slatin, Gloq, Vratnic, Odër, Përshevc dhe fshatrat të tjerë.